Falënderimi i takon vetëm Allahut Madhërisht. Salavatet mbi të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mbi shokët e tij, mbi familjen e tij, ata që e pasojnë më të mirë deri në ditën e Kiametit. Allahu xhalla xhelalu na ka kriju dhe na vazhdon. Na ka dhënë shpirtin dhe na ka dhënë shpalljen në anën tjetër përmes Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe vëllezërve të vet. Se ndi më i mirë në këtë botë që ka mundësi me të ndodh, është që Allahu xhalla xhelalu me të shikojë me syrin e mirë, me syrin e mëshirës, vlerësimit, jo me atë drejtësisë, sepse drejtësia Allahu xhalla xhelalu se ndi më i mirë në këtë botë, mi po na njerëzit jena mëkatar, gabimtar, zullumqar dhe bëjmë gabime të shumta, e këto gabime na kushtojnë shumë, nëse Allahu xhalla xhelalu na kishte marrë me drejtsinë e tij. Shpesh herë shumë prej njerëzve kishin me devijuar dhe i kishte dënuar Allahu xhalla xhelalu. Por Allahu subhanahu wa taala me mëshirën e tij që ka kriju këtë botë dhe na ka dhënë Islamin dhe ka dërguar të dërguar ti, nuk i ka shikuar selet me drejtësi por me mëshirë. Prandaj kjo mëshirë është shkaku kryesor që na jena musliman. Kjo mëshirë është shkaku kryesor që njerëzit kanë me hinë xhennet. Kjo mëshirë është shkaku kryesor që na ka dërguar Mustafan sallallahu alaihi wasallam. Prandaj se ndi më i mirë është që me e lut Allahun, Allahu me të inspirue, me kërku falje taj, me na drejtuaj, me na e dhënë kuptimin, me na e rrit këtë kuptim deri në momentin e vdekjes. Deri sa në këtë botë na jemi tamam në një gjendje gjumi. Të gjithë na e dim se është ëndra. Tin ëndër shpeshherë lufton me disa njerëz, vdesin disa njerëz që i do. Gjendja jote është e trishtueshme, është një ëndër kur zgjohesh tu elhamdulillah ëndër pas ka qenë. Kjo dunja është. Por realiteti i kësaj dunjaje është që shumë prej vendimeve që merren këtu, apo shumë prej sendeve se si Allahu do të sjellët me neve, si njerëzi, është për shkak asaj se na si sjellemi ndaj njerëzve të tjerë. Çfarë gatishmërie kemi na? Gatishmëria është njëti jonë. Gatishmëria është njëti jonë. Prandaj shumë prej muslimanëve të parë kanë thonë, njëti besimtarit është më i mirë se vepra. Kur kanë thonë njëti besimtarit më mirë se vepra, nuk kanë dashur me thirr ata në dembeli. Me thonë, unë vetëm njëtin e kam bërë, por nuk falna. Jo, por ata kanë dashur me tregu se gatishmërinë që ti e ke, që Allahu ta ka dhënë, që ti i gatshëm me bëj një punë, por Allahu se li prej tyje, vetëm se ti i gatshëm me bëj këtë për hir të Allahut, për dashurisë e sakrificës që e ke, kjo tregon se ti e ke niyetin e madh. Ky niyet vazhdohet prej anës Allahu xhalla xhelalu. Ky niyet është në zemër. Këtë niyet nuk kena mundësi me arrit. As vetën as njerëzit tjerë. Vetëm se mendon njeriu që ka diçka, andaj duhet të punojë me vetveten që niyeti me pas pasat. Allahu xhalla xhelalu e ka marrë përsipër që është Zot. E ka marrë përsipër me qenë i drejtë me njerëzit. Po jo vetëm, por e ka marrë përsipër me qenë i mëshirshëm për njerëzit. Madje edhe për muslimanët, edhe për jo muslimanët. Vetëm se mëshira e Allahut ndaj muslimanit, ndaj të vërtetit, ndaj nijetliut të vërtet, edhe ndaj atij që s'ka nijet të vërtet, dallon shumë. Ku dallon? Mëshira e Allahut ndaj jo besimtarëve, munafikëve të tjerë në këtë botë, ku i jep të mirat të kësaj bote. Ndërsa mëshira e Allahut me besimtarin, wa kana bil mu'minina rahima, Allahu ka thonë, ditën e Kiametit është i mëshirshëm për ata. Na lutim Allahun xhalla xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala na mëshiron edhe në këtë botë, por të na mëshiron edhe në botën tjetër që është më me rëndësi. Kuptimet devijojnë. Dhe sendi më i keq që ka mundësi me i ndodh njeriu. Kur kuptimi devijon, është kur njeriu i beson rrejnës vet. Çfarë do të thonë kuptimi i devijuar? Është kur njeriu i beson rrejnës vet. Kur njeriu i beson ëndrës vet. Që nuk është realitet, ama i beson. Kur njeriu e merr gatishmërinë ndaj robit të Allahut karshi, me i bë zullum, për një zullum të vogël apo për një send që ai si ka bë kur gjak ti, vetëm se i duket atij kështu. Prandaj ti sheh në botë se kanë shpik fe të tjera të cilat janë devijuar, e të cilat njerëzit nuk i devijojnë, nuk i emërtojnë si fe ato, por në fakt ato janë fe të devijuar, sikur që është racizmi, fashizmi, dhënia përparësi ngjyrës, kombit, emrit e kështu me radhë, të cilat nuk kanë të bëjnë me drejtsinë e Allahut xhalla xhelalu aspak. Allahu subhanahu wa taala është Zoti i cili na vazhdon. Lidhja jonë me Allahun subhanahu wa taala është ndërgjegjën që e kemi. Mendjen që e kemi. Top e kemi, zgjohesh dhe ti e mendon Allahun xhalla xhelalu. Sa herë në ditë e mendojmë Allahun.
Sa herë në ditë e mendojmë statusin që e kemi te Allahu xhela xhelalu. Çfarë statusi kemi? Statusi më i lartë te Allahu xhela xhelalu është ajo që ka thënë Allahu në Kur'an: Subhanalladhi asra bi 'abdihi. Ila madhëruar është i pastërt është Allahu prej asaj që i përshkruajnë krijesat atij që ka mendojnë krijesat për të. Njerëzit e gjend e tjerë mendojnë keq për Allahun, nuk japin hakin si duhet. I pastërt është Allahu prej kësaj, alladhi asra bi 'abdihi, i cili e mori robin e vet. Pra statusi i robit. Ti je robi Allahu xhalla xhelaluhu. Është thjesht në mendimin e Allahut. Andaj Allahu xhalla xhelaluhu ka thënë: Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina dhakarani. Unë jam në mendimin e robit tim kur ai mendon mua. Allahu akbar. Unë jam në mendimin e robit tim. Nëse mendon mirë për mua, unë mendoj mirë për ta. Devimi i këtij botës, devimi i krejtëve që kanë deviju, devimi i përkatësuesve, devimi i njerëzve me statuse shumë të mëdha, ama me zemra shumë të vogla, që se kanë adhuruar Allahun, që kanë devijue, dhe Allahu nuk i ka nagradue, nuk i ka nderuar ata me ruajtjen e kuptimit të vërtet që i çon xhenet, është kur ata kanë filluar me mendu keq për Zotin e vet. Mendimi i keq për Zotin tant nuk merr leje me trokit, me thon po him renda. Nuk po thot. Ai mendimi i keq ndodh kur ti rri me njërin e keq. Kur ti e merr guximin me shkute i keqi. Kur ti e merr guximin me përkra zullumin. Kur ti nuk e ruan statusin që Allahu ta ka dhënë dhe nuk e çmon më shumë ti në botë këtë send. Mos harrojmë se kemi të bëjmë me Allahun xhalla xhelaluhu. Kemi të bëjmë me Allahun subhanahu wa taala. Allahu xhalla xhelaluhu të devijuarat nuk i do. Dersin, ligjëratën, mësimin e të devijuarve nuk e do. Allahu xhalla xhelaluhu është vigjilent dhe të sheh. Dhe ai ta ka dhënë një send më të lartë në botë që nuk ka mundësi të krahasohet me diamante dhe margaritate të kësaj bote asnjëherë. Ta ka dhënë çelësin e xhenetit, la ilaha illallah. Ta ka dhënë tauhidin, ta ka dhënë kuptimin, ti e ke me veti, ti nuk guxon me shku djathtas edhe majtas. As në teprim, as në mangësi, ti nuk guxon me shku askund, por duhesh me lut Allahun sinqerisht, me lutjen më të lartë, në momentin më të lartë, me durt më të lartë i ngrit, për hir të Allahut që Allah më ta rujtat. Udhëzim, dhe kuptim. Çka ka ndodhur me ummetin? Çka ndodh me njerëzit? Kur njeriu fillon dhe e zbet dashurinë që e ka ndaj Allahut dhe udhëzimit të vet. Kur njeri dalldiset në këtë botë, me dashurinë pas saj bote, pas rrogave të kësaj dunjaje, pas intereseve, pas sendeve që me të cilat e mashtron njeriu vetveten. Sikur që tha Allahu xhalla xhelalu, "Ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum." Ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum. Shejtani është ai i cili u stolis, u zbukuron, u vendos perdet, edhe zbukurinë dhe stolit, u amla lahum dhe i mush ata. Pra i mush njeriu. Me çka të mush? Kur ti e shikon të kotën dhe zbukurimin e të kotës. Kur ti e shikon të kotën, që Allahu xhelalu xhelalu tha në Kur'an, la yaghurrannakum taqallubu alladhina kafaru fil bilad. Mos ju mashtrojnë disa që kanë mohu Zotin dhe ata hecin me një fuqi të madhe në botë. Mos ju mashtrojnë kjo. Dhe i tha të dërguarit vet sallallahu alaihi wasallam, la tamuddanna 'aynayka ila ma matta'na bihim zahrat al-hayati ad-dunya. Mos gabo me lëshu sitë tua me i zgjat shikimin tënd në zbukurimin dhe stolit e kësaj bote që na u dham atyre. Në këto momente që Allah një tha xhalla xhelalu, dhalika bi annahum istahabbu al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Devimi ndodh, Zoti na rujt. Devimi ndodh, njëri jep leje dhe aqet derën kur e dashuron jetën e kësaj bote. 'Ala al-akhirah, më shumë se botën tjetër. Më shumë se botën tjetër. Atëherë ndodh diçka shumë e keqe mes tij dhe Allahut. Pra, sendi më i keq në këtë botë nuk është vdekja. Gabim e kena. Vdekja është ndarja për njerëzit që i dojmë, e vërtet. Por na e dojmë Allahun më shumti. Na e dojmë botën tjetër më shumti. Na e dojmë xhenetin më shumti. Na e dojmë udhëzimin dhe Kur'anin më shumë. Na e dojmë Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, na e dojmë sahabët, na e dojmë gjendjen e imanit, na e dojmë këtë gjendje të Allahu akbar namaz kur jeti. Edhe në hutbë kur je, edhe në ligjërat. Ta dojmë më shumti.
Është shumë normale me dashur të familje. Është shumë normale me dashur të tu. Është shumë normale me dashur të dunjon bile. Besimtari e do dunjon. Shumë normale, por jo më shumë se këto. Kur ndonin të devijime në zemër, që janë vepra të zemrës, e për të cilat shumë pak po flasim dhe shumë pak po interesohemi, atëherë bie statusi i jon te Allahu xhelle xhelalu. A ka se më të kesh në dunja se me ran statusi jon në sy të Allahu xhelle xhelalu. E atëherë do të më ardh dikush me na dhon gajrat, ta'zie. Me na ardh shpejt me thon, o ti njeri, ka çiki punë. Atëherë duhet me çet pamë. E atëherë duhet me çet pamë. Dhe me ardh dikush me thon, o ti njeri si ki punë mirë. Sa armëria jote është për në xhehenem. Ka ra prej syve të Allahu xhelle xhelalu. Mund të më thon dikush prej ka mund të ditë për hoç. Prej ngatit të këtë, se ka ra statusi jem të Allahu xhelle xhelalu. Statusi i njerëzve ndron me Allahu subhanahu wa taala te kur nuk ndihesh mirë namaz. Që ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Erihna biha ya Bilal", o Bilal, na rahato me namaz, të kënaqemi pak në namaz. Shkrihemi në namaz. Kur muslimani me muslimani nuk e çojnë mirë, kur ti nuk brengosësh për gajlën që kishte Rasulullah alaihi salam, kur ti nuk brengosësh për ummetin e tij, kur ti nuk brengosësh për ata se ku e ndëgjën ligjëratën, ku merr mësim, prej kujt e merr kët, kur e merr ti guximin, kur fillon ti me devijue kësi lloj pikash të vogla, dal gadal, kur dashuria e dunjos bëhet pjesë për bërse e zemrës, atëherë njerëzit i kanë shpik edhe këto fe që ishin. Allahu xhelalu xhelalu e përgjigjen se fetë ndryshme kanë deviju dhe janë përqa njerëzit, që ankesat të mëdha kemi prej përqarjes në kohën e sotit në ummet, përqarja, është për shkak dashurisë. Bagjen bejnehum, nga urrëtia dhe inati dhe nga servilizmi dhe dëshira për t'u lartësue dhe dëshira për ta pa veten më në favor edhe revanshizmi dhe inati mes vete, kjo i ka bën njerëzit që me shpik mendime. Prandaj dërgoi Allah sallallahu alaihi wasallam. Është shembulltyra jo. Sahabët radhiyallahu anhum janë garancë e kësaj shembulltyre. Janë kallëpi i fesë që duhet me marrë prej tyre. Pra jo vetëm Rasulullah alaihi salam, edhe sahabët radhiyallahu anhum, mënyrën se si e kuptuan ata këtë fe, na shohim se ata ishin zahida në këtë botë. Nuk e donin këtë botë. Nuk lakmonin në këtë botë. Kishin pasuri, ishin miliardera dhe milionera disa prej tyre, por ata kishin në xhep, nuk i kishin në zemër. Dhe shohim se ata kanë pas një fe të Allahu xhelle xhelalu, e cila nuk është marrë shumë me dispozita, sikur që po merremi na sot. A ku fshehet kjo dëshira jon për të marrë me dispozita? Korreshtja e madhe, interesi i madh. Saqë sot me pas mundësi dikush prej neve, me e gjetë statusin e vetë se është jam xhenetlina, me njëherë në Facebook e kish micit, filoni, unë jam xhenetli e mora garancën prej Allahut që ku jam unë çka. Na kish micit sot. Kish me ndodh me nxjerr njerëz. Sahabët e kanë pas një numër i sahabëve i madh. A keni ndëgjuar ju Abu Bakr ta transmeton për vetin se Abu Bakr. Filoni janë në xhenet. Unë jam në xhenet, o njerëz, a ndëgjuat ju këta? Sot nëse dikush prej neve i del viza e umrës ajo çet një herë. Para mendon mi dal viza për xhenet. Para mendon mi dal viza për xhenet. Garanca mi dal për kësaj bote. A dhe unë e di që një pjesë e madhe e njerëzve se më smut, kur flasim për veprat e zemrës, ata mendojnë se na kena ndru tash. Ata mendojnë se na kena ndru me hexhin, kena ndru me njerëz të folmës, por kjo është realiteti. Realiteti i akidës është ajo e cila yathbutu fil qalbi, është në zemrën e besimtarit dhe te Allahu xhela xhelalu e ki statusin. Këto pretendime të tjera të dispozitave, të emrave që na i kena këto, janë ndryshe ditën e Kiametit. Andaj Allahu xhela xhelalu e ka thonë një ajet kuranor i frikshëm, "Wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun." Ditën e Kiametit njerëzit do t'u dalin skena që si kanë prit, befasi. Badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Njerëzit nuk i kanë llogarit disa prej seneve. Pse? Se kjo vepra e zemrës kjo kalon shpejt. Që namazin kur e fal ti 5 minuta, 10 minuta, ti e ndjen vetëm se fale diçka dhe bën e mirë. Ki tamam. Por a falin namazin e zemrës na? Çfarë namazi është ai namaz që unë edhe ti vina në xhumë dhe unë urrej vllahun tem djathtas edhe majtas. Ja kam zili ati. Çfarë namazi është ai që unë e shoh fotografin për të mirë të një vllau tim
që Allahu e ka dhënë një dhuratë atij dhe unë e urrej ata. Çfarë namazi është? Çfarë islami është? Cili është kuptimi? Sepse kjo zilita merr kuptimin që Allahu ta ka dhënë. Sepse e gjithë çështja wa anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Allahu në Kur'an e ka përmend, e gjithë çështja në këtë botë është Allahu hin mes robit e udhëzimit, edhe njeriut. Pse ndërhin Allahu xhalla xhelalu? Pra ndonjëherë Allahu xhalla xhelalu çon të udhëzimit. Sikur që i ndodhi Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ai dishti me shku 3 herë në një darsë muzikë ku kishte në kohën e ignorancës, e se ke xhumit. To hes rrugës dente. E zonte mëngjesi, rrezet e diellit, të nxehta në Mekë, u zonte sepse Allahu ka largu prej asaj rruge. Edhe Allahu xhalla xhelalu neve na ka largu prej asaj rruge. Ja ka sjellë në xhami. Kishin mund të kam me shku tash në haram. Kishin mund të kam me shku në shirk. Allahu xhalla xhelalu ka sjellë to, se ka pa diçka në zemër. Ndoshta e ka pa kur kishin xahil, kur ka thirrë zonin që thon Aziz Allah. S'ki ditë. Çashtu kanë thënë të shtëpia, të dush me thon Aziz Allah. E Allahu xhalla xhelalu e ka respektuar Aziz Allahin tant, edhe ka udhzu. Ndoshta e ki ndëgjuar zonin që nis me kajt. Ndoshta e ki pa filmin Messenger që kajt. S'ka lidhje, nuk lejohet ajo. Po atë film ekipati, na kena pa krejt. Ki kajt. Ndoshta e ki ndijak muzikën bile mas. Ajo haram është. Ama ti ka asociuar diçka te Resulullah alayhis salam, tamam. Je udhzuar. E tash Allahu të ka udhzuar, na ka udhzu mua edhe tyje. Na duhet me vazhdu rrugën, tamam sikur si duhet. Jo me devijue. Prej sendeve që Allahu sheh në zemër, e na devijon, Zoti na ruaj, është mos interesimi për xhamatin, për njëri tjetrin, për ummetin, për xhamin. Sepse Allahu xhelle xhelalu secilin prej neve e obligon çka sa ka mundsi. Allahu ne sprovon, ne sfidon neve, gjithve, na sprovon mundësitë tona, jo ato sende që s'kena mundësi mi po. Allahu na sprovon ato sende që kena mundësi mi po. Ndonjëherë ki mundësi me asbardorën vëllai musliman. Me buzëqesh me ta, me thon çish je për një me, kom ardh sinqerisht me vizitue, me përçafue. Ndonjëherë një vëlla që ka sprov e nuk është shpejt, ai ka fëmijët e vet, ti i nxjerr fëmijët e tu. Merja fëmijët atij, shëtetja, kur gjë nuk kushton. Për atë, ati vllau ti i ki dhon, ja ki dhon dunjën krejt. Ja marr fëmijët, ja shëtit një vllaut, ti krejt botën ja ki dhon atij. Ama ti s'ka kushtuar kur gjë hiç. Se i ki pas 2 fëmijë të tu, i ki marrë 2 fëmijë tjerë, por ti kur gjë s'ka kushtuar hiç. Ama ati vllau ti i ki dhon çka mos, e Allahu xhelle xhelalu është çatë. Në çat mendim, në çat hap, në çat ose ende që ti i bën. Përndryshe, nëse nuk interesohemi për të mirën e këtij ummeti. Nëse nuk dim me galltit vetveten para një vllau musliman. Allahu ka më dërguar një zullumçar shumë më të madh, ti ke më lut atë zullumçarin pas ka. Ka më dërguar Allahu xhelle xhelalu atë. Edhe ka ardhur në mësimet e selefit, radhiyallahu anhum. Në mësimet e mëdha të akidës së selefit. Ne kanë treguar ata se kush shkon te bidatçiu me ndëgju ders, Allahu ja devijon zemrën e tij. Se ja devijon Allahu zemrën e tij. Allahu ja devijon zemrën e njeriut. Për shkak veshit tan që ja ki mundsu me ndëgju një të kot. E ti ke thënë vetes, unë jam i gatshëm me ndëgju atë kot. E Allahu xhelle xhelalu është ai i cili ka xhelozi për të vërtetën. Dhe ai të shet tyje dhe ti e mbështet vetvetja. A kush mbështetet te vetvetja, Allahu e lë, mbështet ai. Te vetja. Prandaj këtë udhëzim dhe kuptim që Allahu xhelle xhelalu ne ka dhënë, do të ne kuptojmë sa e të veprave të zemrës. Se këto vepra të zemrës janë që edhe një lavire e cila ka qenë lavire e njohur me emër dhe mbiemër, e i ka dhënë qilit prej kpuçës saj ujë me shku në xhenet, a unë tjetër nuk e dina kanë me shku në xhenet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka tregu, ka dhënë një lavire ka me një xhenet. Lavire, subhanallahu, me emër dhe mbiemër, sikur na që e njohur në një apo. Me emër dhe mbiemër. Aja ka me shku në xhenet se veprën e mirë të zemrës e ka pas. Ama ai tjetri, i cili është i xhamisë, ka namaz, nuk i ikë namazin me xhamat krejt. Ama i shikon njerëzit tjerë, lebe se kesa, lebe se ki, lebe se atë, lebe këta. Kë i ka punë të keq. Ama i xhamisë bre, i ka punë të keq. Se veprat e zemrës janë që vendosin. Sepse pjedestali, realiteti, skena e vërtet, esendeve është Allahu xhelle xhelalu me zemra, prandaj Ibn Rajab rahimahullah ka thonë, te Allahu xhelle xhelalu nuk shkohet me hapat metrave. Te Allahu xhelle xhelalu nuk shkohet me hapat metrave. Distancave që kalot. Hapat e vërtet te Allahu xhelle xhelalu janë me veprat e zemrës. Kur ti me gjithë shpirt, me gjithë zemër dëshiron që ti ummet me fitue. Kur ti jep maksimumin për vllahun tan. Kur ti jep maksimumin mësimin tan, Allahu do të nagradon
do të shpërblen me kuptime dhe sende dhe knatësi të shpirtit që ti si ki mendu kur. Andaj Allahu xhelalu xhelalu ka thënë Kur'an: "Wattaqullahu wa yu'allimukumullah." Keni frikë Allahut, Allahu do t'ju mëson juve. Por nuk tha merrni vetëm libra, shfletoni, lexoni vëllime, Allahu ka më mësuar. Wattaqullah, keni frikë Allahut me ato mësime që i mësoni ju. Ikra ka thënë, po lexo, lallu krejt, po në fund është një pastut Allahut me ato. Wa yu'allimukumullah, Allahu ju mëson juve. Dhe ka thënë Allahu në Kur'an: "Walladhina jahadu fina lanahdi'annahum subulana." Ata që janë sakrificën më të madhe, mundin maksimal. Lanahdi'annahum subulana, kanë më udhëzuar rrugën tonë. Por këtë dunjë Allah ka bëlish të vetit, pa ndryshuar, me dhënë maksimumin tanë se cilën lëvi. Udhëzimi jonë, të Allahu xhelalu xhelalu, kuptimet tona, xheneti jonë, qelsi xhenetit, kama jonë me shkenë xhenet, me paftirën e Allahut, me utaku me dërgurin e Allahut, sallallahu alaihi wasallam, statusi jonë të Allahu xhelalu xhelalu, varet për asaj walladhina jahadu fina lanahdihannahum subulana. Sa japim na maksimumin, se cili njëri ka maksimumin e vet. Dikush e ka një maksimum shumë të vogël. Atë që ka. Dikush e ka pak më shumë, sipas dijes, sipas statusit, sipas shpërblimit që Allahu ja ka dhënë, sipas viteve që i ka në Islam, Allahu xhelalu xhelalu ja ka dhënë atij. Dhe ti dush me dhënë maksimumin e asaj. E prej maksimumit është me galltit vetveten. Prej maksimumit është me hangur vetveten, me përbit të vetvetja. Ky është sendi që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e paskalon te sahat, ata e paskalon neve si fe. Nëse feja islame skuptohet kështu, ata i kena keq punë mes neve dhe Allahu xhelalu xhelalu. Sendi më i keq në botë, vdekja e shpirtit, vdekja e imanit, vdekja e zemrës, vdekja e veprave, vdekja e ardhmërisë së njeriu është në momentin që njeriu vetëm se i ka vendosur të senë në veten e vet, ta shpeshherë nuk e di mirë. Andaj një numër i madh i njerëzve, Allahu xhelalu xhelalu u ka dhënë për mirën së botën, e pa udhëzimin, pastaj ata kanë kthyer. Kanë ndru, kanë ndryshu, dhe kanë thënë prej fjalëve të shumta, nuk shkon kjo rrugë kështu, nuk po shet dritë në fund tunelit, nuk ka mundësi me kon feja kështu, prej sprovave dhe sakrificave që Allahu xhelalu xhelalu, as sprovë dhe sakrificash ai momenti ku ti ngushtohesh atë shumë. Ghurfatan biyadi. Kur Allahu xhelalu xhelalu ka thonë me marr një grësht ujë, kjo ka qenë shumë vështirë për ata. Kur Allahu xhelalu xhelalu bën Israelve, neve s'na ka sprovu kështu, i ka obliguar me vrarë me zveti para mëna. Mëkatin që kanë bërë ata, ka vënë në shpatë ata. Vrarën me zveti. Neve s'na ka obliguar këta. Kur Allahu xhelalu xhelalu disa prej popujve më herët, urina ku ka ra, është dashur me prej lëkurën. Neve s'na ka obliguar kështu. Kur Allahu xhelalu xhelalu popullin në surën Kahf, ata djalmoshat e ri e kanë pasur me bën me izon ata edhe me dhunë me kufur. Ne edhe Allahu na i ka bërë në këtë Islam sot, nëse dikush me dhunë na e nxjerr fjalën e kufrit, na mos me pas kufur. Ata në atë millet, në atë kohë, me të dërguarit e Zotit të asaj kohe, e kanë pas obligim me duru edhe vdekje. Para mendo. E tash na duhet mi mendu këtë sende. Se Allahu na jep me hangur, na jep me pi, na ka dhënë krejt, na ka dhënë ligjërat, na ka dhënë shumë prej të mira në kësaj bote. Be sicilin prej neve ka punë Allahu xhelalu xhelalu. Prandaj mos ja mundso vetvetes veshit tan, syrit tan me potkota. Sepse e kota shtohet me shikimin tant, me vëmendjen tane, me sendet që i jep, me ndëgjimin tant, e kota shtohet. Andaj mos u ban pjesë të kotës kur asnjëherë. Edhe nëse thot baba, nana, hoxha, kush do kush, mos gabo me ndëgjue. Mos gabo me imitator që ka thënë sallallahu alaihi wasallam. La takun im'a. Mos u bë imitator me imitu njerëzit. Nëse bëjnë mirë, banoj mirë, nëse bëjnë keq, mos gabo me bëu keq. Andaj nuk duhet njëri me nënçmu këtë sens se sendi më i madh në këtë botë, shëndeti më i madh në këtë botë është këtë status. Andaj lutë veten, lutë Allahun për veten, për familjen tonë, për fëmijët e tu, për këtë gjendje. Që Allahu ta jep udhëzimin të arrumtit. Ta bën të dashur. Andaj mos e ndal lutjen me thon Allahut o Allah, arina al-haqqa haqqan, ma mundso me pa të vërtetën vërtet. Warzuqni ittiba'a, dhe ma mundso me ndjek. Wa arina al-batila batilan, ma mundso me pa të kotën të kotë, se ka mundsi disa njerëz nuk e shohin të kotën të kotë. E kjo është problem. Ne kena pa njerëz që shohin. Njerëz që të kotës i thonë mirë. I duket e mirë atij. Just përzi atij me vërtet. Mendon se ç'ashtu është. E kjo është e keqe. Se ka bën një mëkat me stilin e Allahut, që Allahu është hidhur me ata, edhe në sajt atij mëkati, Allahu xhelalu xhelalu ja ka mundsuar me u dashuru te kota, e kjo është e keqe. A ka më të keqe se me u dashuru te koçë, te keqja. Andaj,
du t'i hapim syt, edhe veshët tona, që Allahu mos hidhrohet në atë çka është mes neve dhe Allahut. Ajo çka është mes neve dhe Allahut është raporti që kemi me besimtarët, njët. Raporti që kemi edhe me jo besimtar bile. Kur ti, në zemrën tënde, Allahu du të me pas flak se ti do me udhëzu këtë botën. Nëse na nuk kena flak, nuk digjemi me udhëzu këtë bota, me edhe na maksimumin që vetëm të udhëzohen ata, atëherë na kena problem me Allahun. Nuk e dhja e dinta. Na kena problem me Allahun xhela xhelalu atëherë. Jo për shkak jo mos besimit që ata e kanë. Por se Allahu xhela xhelalu ne ka dhënë yrnekun ton. Sallallahu alaihi wasallam, i cili ka pa njerëzit potencial me shkuën në xhehenem. Kështu ka pa me kësaj lloj shikimi. Domethënë ju keni dëgjuar se këta të cilët kanë profesion ndryshëm, për shembull, ai i cili është mjeshtër, ai shikon këtu shtrafat, a janë vënuar si duhet ajo. Ai i cili është moler, e shikon këtë murin këtu i pengon ky muri sigurt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk i ka shikuar njerëzit tash. Ai kanë prej flokë si duhet, a kanë shtrafa si duhet, a kanë këtë si duhet. Sallallahu alaihi wasallam i ka shikuar me prizmin e të dërguarit të Allahut, ka njerëzit, ky person, ky fëmijë, a ka potencial me shkuën në xhehenem ajo? Na sa jemi kështu. Nëse jemi rrugën e Rasulullahit alayhi salatu wasalam, dhe i kena këto mendime, na brejnë këto emocione, atëherë na tamam si duhet. Nëse na brejnë veç, ai pas ka ik flokë si duhet. A kanë ai vesh si duhet. A u duka si duhet. Xhamia kanë rregulluar me këtë mjesht tamam si duhet, shtrafat janë tamam si duhet. Kjo është problem tjetër. Që normal është me pas. Kena profesione të ndryshme. Ama duhet me na diet më shumë ti ç'kjo pjesa e fundit që është. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar me këtë pjesën e xhehenemit, të tjerat nuk janë shumë të rëndësishme. Të tjerat nuk janë shumë të rëndësishme. Se këto një ditë për ditë këto të zhduken. Ama do të mbet besimi jot që ke besuar në Allahun dhe Rasulin e Tij sallallahu alaihi wasallam, edhe ajo që ti je ke pas breng, je mërzit për këtë din të Allahut, flak i qit, je shkrinjë në veti, kjo bën punë të Allahu xhela xhelalu, elusim Allahun që ti jemi kështu. Elusim Allahun xhela xhelalu që Allahu ta kthen rrugën e drejtë. Që të kotën mos ta mendoj, që kota mos ta tërheq, që kota mos na paraqitet neve si hak. Elusim Allahun xhela xhelalu që nëse kemi diçka prej cilësive të tilla, që Allahu i dhrohet me neve dhe xhelozon për ato. O Allah, themi tyje me plot zemër, mos na i shëndron në devijim ato, me dënimin e devijimit. O Allah, nëse na dënon këtë botë, na dënon me diçka tjetër që është shumë më e vogël, po mos na dënon me punën e devijimit. O Allah, na bën për atë që na mëshiron dhe na shikon me syrin e mëshirës. Walhamdulillahi rabbil alamin.